Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu në lajmet e orës 16. Përshëndetje. Procesi i dyshimit në gjykatën e lartë për zgjedhjen e antarit të gjykatës kushtetuese, Top Channel zbuloi se në proces verbalin e votimit është censuruar kundërshtimi i gjyqtarëve. Asim Vokshi mori 6 vota, ndërsa Nureda Allagami 9, por një ju shpallë pavlefshme nga një komision teknik. Tani çështja është në dorën e gjykatës kushtetuese që pa dinë Allagamit do ta shqyrtojë më 11 nëntor. Kryetari i Demokrat Sali Berisha u paraqit në SPAK, ku shkoi në zbatim të masës së sigurisë detyrim për paraqitje lidhur me çështjen Partizani. Krahas SPAK-ut, Berisha kritikoi edhe gjykatën kushtetuese për gjyqtaren Sonila Bejtja. Sonila Bejtja kishte filluar detyrën marr mandatin në 2020 dhe kushtetuta dhe ligji përcaktojnë asaj mandatin 8 vjeçar. Citova ligjin e gjykatës kushtetuese, të cilin e shkelin në mënyrë flagrante vetë gjykata kushtetuese. Nuk ndodh kurrë që hajde të mbjellim gjykojmë se si na takon ne. Turpi madh, se ata akti i parë do i thoshin Bajrambekës, ne jemi në konflikt interesi, ne s'mund ta gjykojmë të problem, hajde drejtoju ku dush. Këshilli i lartë i prokurorisë KLP miratoi listën me 4 kandidatë për kreun e ri të SPAK-ut. Ata janë Adnan Xholi, Doloreza Musabelli, Elvin Gokaj e Klodian Braho. Kushtet për të plotësuar të jenë prokuror të SPAK-ut, jo drejtues, të kenë paraqitur platformë dhe të mos kenë masë disiplinore. Kreatu aktual Altin Dumani i mbaron mandati 3 vjeçar në dhjetor të këtij viti. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në fillim të vitit të ardhshëm, qytetarët do të pajisen me një identitet digjital për dokumente personale si karta e identitetit, leja e drejtimit dhe diploma. Përmes kompanisë Identitek, sot u prezantua nga Ministria e Punëve të Brendshme. I pranishëm kryeministri Edi Rama deklaroi: Objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Ne do të jemi një vit më parë. Ndërsa quheti partner kyç Këshillin e Evropës, kryeparlamentari Niko Peleshi kërkoi asistencën e Komisionit Venecias për reformën e re zgjedhore. Kjo deklaratë u bë gjatë konferencës 30 vite partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias. Në përputhje me traditën e mirë të bashkëpunimit, ne do të mbajmë parasysh dhe konsultojmë dhe opinionet të Komisionit Venecias për propozimet që do të dalin nga ky komision. Ne besojmë se vetëm nëpërmjet një procesi të hapur, të mbështetur në standarde dhe ekspertizë të pavarur, mund të arrihet një reformë që forcon besimin publik në zgjedhje dhe demokraci. Kryeministri Edi Rama vlerësoi Venecian si pikë referimi. Pa Komisionin e Venecias dhe kontributin e tij do të kishte qenë e pamundur që Shqipëria të ndërmerte procesin e vettingut, një proces kyç për reformën në drejtësi, një proces që e them me plot gojën sot se nuk është kryer me të njëjtën thellësi në asnjë vend që ngjashëm është përpjekur ta kryejë atë proces. Sot në konferencën për shtyp Sali Berisha u ndal tek ndërtimi i aeroportit të Vlorës, duke deklaruar se kontrata po ju kushton shqiptarëve më shtrenjtë se vepra. Sipas kësaj kontrate ultra korruptive, qeveria do i paguajë çdo vit mbi 9 milion euro koncesionari. Qeveria pra shqiptarët do paguajnë në 10 vite 135 milion euro. Do paguajnë edhe 20 milion euro më shumë se çka kushtuar aeroporti dhe koncesionari do të shfrytëzojë aeroportin për 35 vite me një fitim të llogaritur 700 milion euro. Sipas Berishës, inxhinieri kryesor i punimeve në pistën e aeroportit të Vlorës është arratisur në Londër. Inxhinieri supervizues i pistës ja ka mbathur është arratist në Britaninë e Madhe. Dhe burime serioze më thonë mua që asfalti dhe pista janë jashtë të gjitha standardeve, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndaj dhe supervizori është arratisur në Londër. Me një vendim nga Komisioni i Etikës, Gazmend Bardhi përjashtohet me 15 ditë nga punimet e Kuvendit. Kjo u vendos pas kërkesës së 14 deputetëve socialistë, të cilët kërkonin përjashtim me një muaj për kryetarin e grupit Demokrat, me argumentin se ka ofenduar kryeparlamentarin Peleshi.
Opozita reagoi. Deputeti Sajmir Koreshi. Na bën ulje të çmimi, duke qenë se brenda këtyre 15 ditëve mbaron dhe raportimi organeve të drejtësisë. Qëllimi është vetëm të mbylli zërin e opozitës. Normalisht për fat keq nuk i kemi numrat. Thon drejtori i byros për fat keq dhe byroja ka pro shok ulësi me shok kontrolant, kështu që ne në këtë punë nuk ja qellojmë dot. Lajme nga rajoni. Një ditë pas raundit të parë të zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut, sot përfundoi numërimi i votave. Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMNE shënoi fitore të thellë duke kryesuar në 53 komuna. 33 prej tyre i siguroi që në raundin e parë, më 2 nëntor do të ketë balotazh. Në bllokun politik shqiptar, kandidati i koalicionit Vlen, Izzet Mexhiti, fitoi bindshëm në Çajir, ndërsa Bilal Kasami në Tetov. Në raundin e parë, Vlen siguroi 4 komuna të tjera. Kryetari i VMRO DPMNE-s, Kristian Mickoski, njëherë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, sulmoi liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, duke thënë se iku koha e shqiponjave. Lajme nga bota. Bashkimi Evropian kundër udhëtimit të presidentit rus Vladimir Putin drejt Hungarisë për bisedime me homologun amerikan Donald Trump, shefja politikës së jashtme Kaja Kallas solli në vëmendje se ndaj shefit të Kremlinit është lëshuar urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale. Nuk është mirë që Putin të hyjë në një vend të Bashkimit Evropian, deklaroi Kallas. Pas sulmeve të dieshme në Gaza, Izraeli njoftoi se u rikthyer në pushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërkaq që reagoi presidenti amerikan Donald Trump. Shefi i Shtëpisë së Bardhë saktësoi se akordi i paqes është në fuqi dhe se liderët e Hamasit nuk ishin përfshirë në ndonjë sulm. Një avion mallrash doli nga pista e aeroportit ndërkombëtar të Hong Kongut dhe përfundoi në det. Antarët e ekuipazhit i mbijetuan rrëzimet, por pati 2 viktima, punonjës e aeroportit që gjendeshin në pistë në një makinë shërbimi. Autoritetet nisën hetimet. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti vjen i kthjellët në të gjithë territorin e me vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat variojnë nga 5 në 25 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersil Tedoko. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.